Duke nisur nga data 29 tetor deri në 1 nëntor në Selanik do të organizohet për herë të parë panairi i artit bashkëkohor. Drejtuesit e rinj njoftuan Shqipërinë të bëhet pjesë e panairit si një mënyrë e mirë për të rritur bashkëpunimin midis dy vendeve, jo vetëm në politikë por edhe në art. Fakti që Shqipëria ka një kryeministër piktor ka ngacmuar drejtorin artistik të panairit ndërkombëtar të artit bashkëkohor që organizohet për herë të parë në Selanik të Greqisë, të vizitoj vendin tonë për të ftuar ministrin e kulturës të bëhet pjesë e saj. Η επιλογή μας όμως, η δική μας, ήταν να ξεκινήσουμε από την Αλβανία γιατί ο Πρωθυπουργός είναι καλλιτέχνης. Duke u nisur nga fakti që Shqipëria ka një kryeministër piktor, menduam se është një vend që e dëshiron artin. Ndaj dhe duam të bëhet pjesë e panairit. Ndërkohë, kemi menduar të ftojmë edhe kryeministrin që nëse dëshiron të bëhet pjesë e panairit me punët e tij, është i mirëpritur. Ne takuam ministren e kulturës Mirela Kumbaro, e cila ishte mjaft e informuar dhe interesuar, pasi e sheh si mundësi të mirë për promovimin e artistëve shqiptar. Për drejtorin artistik të panairit, kjo është një mundësi e mirë që Shqipëria dhe Greqia të shkëmbejnë përvojën edhe në fushën e artit. Pasi sipas tij, ai është një mundësi e mirë për bashkëpunimin e mëtejshëm të dy popujve dhe largimin e kufijve. Η τέχνη νομίζω ότι ανοίγει τα σύνορα. Έχει μια δυναμική και στην οικονομία. Arti është një urë e fortë për të bashkuar dy popuj dhe e vetme mënyrë për të larguar kështu kufijt midis tyre. Unë mendoj që ky panair është një mundësi e mirë për Shqipërinë dhe Greqinë për bashkëpunimin përtej fushës ekonomike dhe politike. Panairi nis në 29 tetor deri në 1 nëntor dhe pjesëmarrës janë shtete nga e gjithë bota. Drejtori artistik thekson faktin se panairi do të kthehet në një traditë të përvitshme.